La tahzan, mos u mërzit. Nëse njerëzit a kanë thye zemrën, mos u mërzit. A nuk ka urdhnu më shirploti, unë jam me zemrat e thyme. Atëherë pse ngushton shpirtin nëse është kështu? Nëse don me ndryshu e si dita, digje nefsin tanë të zi si nata. Mas ne i po thue kam një hall. Halli është buraku që e qon insanin tek i vërteti, ama ti këta nuk e di. Mos mendo se hall e ke veç ti. Duhet me ditë se ka insan tjerë që hallin tanë e kanë lakmi e i thojnë kjo është mirësi. Mos e hupi mytin kur, kujtoje Hazreti Jusufin. Atje ku është halli, atje shkon edhe zgjidhja. Atje ku ka fukarallëk, atje shkon e mira. Atje ku ka pyetje, atje ka dhe përgjigje. Atje ku ndodhet anija, atje është edhe uji. Lype ujin, arrije etja, që ujrat derdhen nga poshtë e nga nalt. Pasunia e kësaj dynjaje është buzëqeshja e Allahut. Këqyre, ama mos u deh. La tahzan, mos u mërzit. Detin lumi nuk e nxe, e oqeanin deti se nxe. Ati që s'është i dashunum, edhe po t'ja shpjegosh nuk e kupton unë e ti. Ai që nuk ka një pik diell në zemrën e vet, nuk djegët, nuk mundet mu djegë. Mos u mërzit që ke mbet në fund të pusit. Mos harro. Jusufi doli nga pusi e u bë mreti i Egjiptit. Në baft ajo që e ke dasht, ka një të mirë. E nëse zbahet, ka 1000 të mira. E shkumja dhe ardhmja është si pas njeriut, sepse bota e hakikatit është një. Ndërsa kjo dynja është një andër, mos u hamend më i zemër e brengosur. Edhe nëse të prehet dora në andër, mos u tot, dorën e kin ven. Nëse kjo dynja është një andër, edhe fatkeqësitë që po jeton janë të përkohshme. Pse mërzitesh? Kur çdo gjë të vjen furishëm mbi ty në një pikë që s'duron dot, mos guxo me hjek dorë. Bash ajo është pika ku ndryshon kahu i ngjarjeve. Libri i kësaj dynjaje, e këtij xhihani je ti. Qile dhe lexoje veten o zemër e brengosur. La tahzan, mos u mërzit. Çfarë do koft halli yt, merr avdes. Si një frymë, dhe shtronje se gjade me një qysh të dhomës. Ulu edhe qaj, ndaq mos fol hiq. Mos harro që ai të njeh ty dhe hallet e tua më mirë se sa ti. Kur të bash dua, qoj durt me një zemër të thyme, sepse rahmeti dhe mirësia Allahut e përqafin insanin kur e ka zemrën e thyme. A e ke pa insanin kur i bjen me shkop qilimit, nuk është ka don me rreh qilimin, po me ja hjek pluhnin. Oj zemër e brengosur, apo mërzitesh Allah po ta pastron pluhun.